Pas më shumë se 20 vitesh zvarritje, shteti shqiptar po ndërhyn për t'i dhënë fund një kapitulli problematik të ekonomisë publike. Shoqërive tregtare me kapital shtetëror që kanë mbetur për vite të tëra në proces likuidimi, pa u mbyllur realisht asnjëherë. Me një projekt ligj të posaçëm, qeveria parashikon mbylljen dhe çregjistrimin përfundimtar të këtyre shoqërive, duke pastruar bilancet nga borxhet historike dhe duke rimarrë kontrollin mbi pasuri të konsiderueshme shtetërore që sot janë të bllokuara juridikisht. Në listën e shoqërive që preken nga kjo nisëm përfshihen emra të njohur të ish industrive shtetërore, shumë prej të cilave kanë hyrë në likuidim që në fillim të viteve 2000, por pa u mbyllur kur përfundimisht. Mes tyre janë Alp Bakër, Alp Krom, Alp Minera, Prodhim Mobilje, Petrol Alba, Duhan Cigare, Alp Kontroll Sha, Durrës, Superfosfat Kurbin, si dhe qendra e regjistrimit të aksioneve. Këto shoqëri nuk ushtrojnë me aktivitet ekonomik prej vitesh, por kanë vazhduar të ekzistojnë si subjekte juridike, kryesisht për shkak të borxheve të vjetra, pronave të paregjistruara dhe proceseve të